Jam Indira Elshani nga Prizreni. Përfaqësoj organizatën Sakuntala. Misioni është përmirësimi i cilësisë së jetës së komuniteteve në Kosovë, zhvillimin, ruajtjen dhe promovimin e gjuhës, kulturës dhe historisë. Në komunën e Prizrenit janë të pakta OJQ lokale që ruajnë identitetin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Sakuntala për disa vite me radhë është e vetmja organizatë në Prizren e cila punon me gratë të komuniteteve në promovimin e vlerave kulturore tradicionale dhe fuqizimin ekonomik. Shihet nevoja për të vazhduar me aktivitete artizanale të cilët ndikojnë në fuqizimin dhe pavarësimin e tyre në familje dhe shoqëri. Jam shumë e kënaqur me punën që po e bëjmë. Shpresoj që edhe në të ardhmen do vazhdoj të jetë një projekt i tillë. Deri tani kemi mësuar shumë gjëra që do të na nevojiten për të ardhmen tonë. Sakuntala do të ofroj trajnime profesionale për punëdore artizanale. Më pëlqen ky kursi shumë. Shpresoj që do ta vazhdojmë prapë me punu, më konë më aktiviste, me mujtë me shit, në Kosovë, jashtë Kosovës, më konë femen e pavarur. Gjatë përzgjedhjes janë përfshirë gra dhe vajza të moshës 18 deri 50 vjeçare dhe ato të cilat kanë aftësi për punëdore artizanale, po edhe interesim për të ndjekur si karrierë. Pas përfundimit të kurseve profesionale, do të organizohet një ekspozit për promovimin e vlerave kulturore rome. Promovimi i produkteve i lejon gratë dhe vajzat e reja të mbrojnë trashëgiminë e tyre kulturore dhe të forcojnë ndjenjën e dinjitetit dhe vetbesimit.